Ky është telefoni më i ri nga Oppo që po i lë Samsungun dhe iPhone-in në baltë. Specialiteti i Find X8 Ultras janë kamerat, por para se të flasim për to, ky i fundit ka një super bateri silikon karbon me 6100 mAh, mbushet 100% për 40 minuta me mbushës prej 100 W. Në të njëjtën kohë është goxha rezistent nga uji me IP68 dhe 69. Sensori fotografik 1X i këtij celulari është 1 inch 50 megapiksel, që është 63% më i madh se ai në iPhone 16 Pro Max dhe 69% më i madh se ai në Galaxy S25 Ultra, që do të thotë më shumë dritë dhe imazhe më të mira, por nuk mbaren me kaq. 3X-i është po ashtu 50 megapiksel, që është 300% më i madh se ai i Galaxy S25 Ultra dhe 6X-i me rezolucion 50 megapiksel, që është 30% më i madh se i Galaxy-s dhe 36% më i madh se i 16 Pro Max-it. Keq nuk mbetet as 0.5X-i me densitet 50 megapiksel dhe lenten e selfies me 32 megapiksel. Lavdatat nuk i kurseu as Marques Brownlee. Nga vlerësimi OnePlus 13 merret këtë vit kur është vendosur standardi. Mendoj se tani mund të them se standardi është ngritur në një nivel shumë të mirë. X8 po ashtu ka procesor Snapdragon 8 Elite, 16 GB RAM deri në 1 TB memorie, rezolucion të ekranit 1440p me 1 deri në 120 Hz rifreskim dhe 1600 nit ndriçim. 50 W mbushje wireless, Wi-Fi 7 e po ashtu edhe infrakuq për me kontrollu televizorin e të ngjashme. Shënjestër.net